Pa namaz vdes zemra, pa namaz thahet shpirti, pa namaz nuk ka kuptim as dita, as nata dhe as gjë. A e din shumë mirë se gjëja e parë që do ta shpëtojnë varrin e tij është namazi i tij. Dhe gjëja e parë që do të pyetet për të në botën tjetër është namazi i tij. Dhe gjëja e parë me të cilën fitohet xheneti është namazi i tij. Dhe gjëja e parë që bëhet për njeriu perde dhe pengesë nga xhenemi është namazi i tij. Për këtë arsye një i devotshëm dhe i përkushtuar ndaj Zotit, e vetmja gjë që nuk fut në listën e vështirësive të tij është namazi i tij. Nuk ka arrit akoma gradën dhe nuk ka arrit akoma standardin el khashirin, njerëzit e devotshëm të përkushtuar dhe të përulur para Zotit. Nuk e ka arrit akoma këtë shkallë. Je mirë, je në islam, je në iman, je në besim, pa akoma nuk ka arrit aty ku duhet. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar një herë për gjithmonë dhe janë të lumturuar si në këtë botë dhe në botën tjetër ata besimtarë të cilët namazin e falin rregullisht me përunjësi, me ndjeshmëri. Namaz, me mendjen tek Zoti, me mendjen tek bota tjetër, me mendjen tek gjunat dhe mëkatet. Ky është namazi. Që të bën të jetosh sikur nuk je më në dynja, po sikur je në xhenetet e Zotit, duke shëtit. Ky është ai namaz që ty të mpin nga çdo lloj dhimbje dhe fatkeqësie e kësaj bote, se ti e ke lidhjen me Allahun xhalla xhelaluhu, dhe ai është ilaçi më i mirë dhe melhemi më i mirë dhe kremi më i mirë përballë çdo plagë, sado e thellë qoftë ajo. Ai që të fton në Islam është ai që do më shumë. Pse? Sepse don që ti të shpëtosh nga zjarri i xhenemit, e të futesh në xhenet, të njeh me Zotin, të bën kuptosh esencën e jetës, dhe se kjo botë është e përkohshme dhe se ka botë tjetër. E vetmja metodë dhe formë është me qenë musliman.